Mbrëmjen e 25 marsit, Nasir Gashi dhe Miftar Miftari u shëlluan në armë zjarri në lagjen 4 Ullullak në Prishtinë. Pas mbërritjes në QKU, Nasir Gashi ka ndëruar jetën ndërsa Miftar Miftari ka mbetur i plagosur. Në lokalin ku ndodhi ngjarja, kishte edhe disa persona të tjerë, përfshirë Xuxhin, këngëtar dhe personazh i njohur nga Big Brother VIP Kosova. Ai ishte i ftuar në emisionin Kosova Today dhe tha se ishte në tavolinë me një nga të plagosurit. Njëri është plagosur me tavolinën ku kam qenë dhe unë, ndërsa tjetri më duket se u ngrit në këmbë, të ikte dhe ka marrë plumbin, tha Xuxhi. Një ngjarje tragjike ka tronditur kryeqytetin e Kosovës mbrëmjen e 25 marsit, kur 62 vjeçari Nasir Gashi humbi jetën pas të shtënave me armë zjarri në rrugën Lustem Mërseni në Prishtinë. Sipas familjarëve dhe dëshmitarëve, Gashi nuk kishte shënjestra sulmit, por humbi jetën aksidentalisht si pasojë e plumbave që u rikthyen nga muri. Ngjarja ndodhi menjëherë pas iftarit, ku Gashi ishte jashtë me miqtë e tij. Sipas fëmijët, miku të tij, Lavdim Zylfiu, ai ishte një familjar i mirë dhe një njeri religjioz, i cili ishte shumë i respektuar në lagje. Pas iftarit ai kishte dalë me shokët, kur papritur një person hyri brenda dhe hapi zjarr. 2 plumbaj që goditën murin u kthyen dhe goditën Nasirin, fatkeqësisht me pasojë fatale, tregon ai. Autoritetet janë vënë më herë në lëvizje për të hetuar këtë rast. Policia e Kosovës ka konfirmuar se po punon intensivisht për të identifikuar autorin e krimit dhe për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes. Deri më tani disa persona janë marrë në pyetje, por ende nuk ka asnjë të dyshuar të arrestuar. Familjarët e të ndirit janë shokuar dhe të pikulluar nga kjo ngjarje tragjike. Ata kanë deklaruar se Nasir Gashi nuk kishte asnjë konflikt dhe se ai ishte një njeri paqësor, i përkushtuar i familjes dhe fesë. Nuk e kuptojmë si ndodhi kjo tragjedi. Ai nuk kishte armiq, ishte një njeri i udhtë dhe i dashur me të gjithë, tha një nga familjarët e tij. Banorët e lagjes janë gjithashtu të tronditur nga ngjarja dhe shprehin shqetësimin për rritjen e incidenteve të dhunshme me armë zjarri në vend. Është e frikshme që raste të tilla ndodhin në mes të qytetit dhe çdo kush mund të bëhet viktimë e dhunës së papritur. Autoritetet duhet të marrin masa më të rrepta për të parandaluar këtë raste, u shpreh një banor i lagjes. Ndërkohë, organizatat për të drejtat e njeriut dhe grupet që luftojnë për sigurinë publike kanë bërë thirrje për forcimin e ligjeve mbi posedimin dhe përdorimin e armëve të zjarrit. Sipas tyre, rritja e incidenteve me armë tregon nevojën për kontrolle më të rrepta dhe për një angazhim më të madh të institucioneve për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Vrasja e Nasir Gashit ka shkaktuar dhimbje të madhe në komunitetin e tij dhe ka ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë publike. Autoritetet premtojnë se do të zbardhin këtë rast dhe se përgjegjësit do të vihen para drejtësisë, ndërkohë familja e të ndirit po përgatitet për ceremoninë martore, e cila pritet të mbahet sot pasdite me pjesëmarrjen e shumë miqve dhe të afërmëve të tij. Kjo ngjarje tragjike mbetet